Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije, ndahet nga jeta në mënyrë të papritur aktori i njohur i serialeve. Aktori i njohur italian Remo Girone ka ndëruar i jetë më ditën e sotme, në moshën 76 vjeçare në shtëpinë e tij në Monaco. Lajmi i ndarjes nga jeta ka tronditur botën e artit dhe miliona fansa në mbar botën, përfshirë publikun shqiptar, që e identifikon prej dekadash me rolin e paharrueshëm të Tano Karidit në serialin legjendar La Piovra. I lindur më 1 dhjetor të vitit 48 në Eritre dhe rritur në një familje italiane, Girone nisi karrierën artistike që në moshë të re. Në moshën 13 vjeçare ai u transferua në Rom dhe ndoqi studimet në Akademinë Kombëtare të Arteve, ku diplomua si aktor profesionist. Karriera e tij spikati jo vetëm në Itali, por edhe në skenën ndërkombëtare, në teatr, kinema dhe televizion. Përveç suksesit në La Piovra, ai interpretoi role të njohura në filme si Ford dhe Ferrari, ku portretizoi Enzo Ferrarin, dhe Live by Night, si dhe në seriale si Killing Eve. Talentin e tij e njohën edhe festivalet prestigjioze. Në vitin 2021, Girone u nderua me çmimin për arritje në karrierë në Festivalin e Filmit të Venecias dhe me çmimin e jetës në Festivalin Flaiano. Girone ishte i martuar me aktoren Victoria Zini, që nga viti 82 dhe kishin një vajzë të quajtur Veronica. Përmes dhuratës së tij artistike dhe rolet e paharrueshme, Remo Girone mbetet një figurë e jashtëzakonshme e artit dramatik italian dhe një ikon për publikun global.